Fillojmë tani bisedën tona të përditshme, telefonat e parë kam ngritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Bashkimi mëngjesi, respekt e bashkim. Faleminderit, urdhroni. Flas nga Vlora. E kam emrin Shkëlqim. Dëgjoj. Po. Të dëgjova bie në emision të mora, po e kishte hapa ai dhe ti fole me atë. Po unë kam një temë shumë të rrezikshme sot. Po, urdhroni. 35 vjet bashkim. Sapunin për djas e kemi ngrënë në të hama akoma sapunin për djas, apo do të ndryshoj sapunin për djas? Ose peshkun det i kanë në zjarë. Pse, keni fjallën për premtimet që bëhen gjatë fushatave? Po, më vjen keq, ti e moshatar do ta kuptosh më se ma mua. Qartë. Po kjo fjallë shumë, do me thonë se që e mbulon të gjitha edhe politikën. Po që them, gjithë një ne sapunin për djatë do të amë. Si mendoni, a do jemi më të kthjellët në këto zgjedhje, apo do përsëri të themi fjallë të dëgjova atje, e po i bërë ta pyetje atje. Dëgjoj mua. Ne do të hamë tër jetën, sapunin për djatë, nuk diskutohet fare, s'ka për të hequr sapunin me djatë. Po pse mos ta kthjellojmë veten dhe të mendojmë gjatë? Do ta them, se jam i vogël. Jam 65 vjeç, dëgjoj mua. Po. Këtu me shqiptar nuk bëhet Shqipëria. Mbaj mend, me shqiptar nuk bëhet Shqipëria sa tjeta. Këta e kanë mendjen të mbushin xhepet plot për veten e tyre. Mirë, për shkënjimi juaj kam përshtypjen që ka kaluar në ekstrem, ja do të them. Këtu po dalin së mundjet, po vdesin djemt e rinj, na ushqimi. 5.000 pula këtu në Vlorë, të ngordhura, të vdekur, në gjithë Shqipërinë dynjan. Ka dalë së mundja, e keqe shumë e pula e s'poçan kur njeri, për ushqime për të gjitha. Qa do më tani ti, pandaj ne, do të hamë sapunin për djatë, sa tjeta. Po pse mos të kthelohemi, po pyeson? Po nuk po s'bes shqiptari, nuk e vendos shqiptari. Shqiptari është bëja që bën bota. Shqipërinë e bën Shqipëria dhe politikën dhe qeverisjen e sjell vota, apo jo, e shqiptarëve. Po sa të duash të votojmë 34 vjet sa punë për djatë e ëngër. Unë ju falenderoj që sillni këtu zhgënjimin tuaj, sillni mosbesimin tuaj në premtimet e fushatës elektorale. Madje sillni këtu dhe një realitet të trishtuar, atë kur qytetarët i besojnë premtimet dhe pastaj zhgënjehen. Po zhgënjimi ka kaluar qytetarit, më duket ka kaluar në ekstrem, duke thënë që Shqipërinë nuk e bën shqiptarët. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Gjova për vëmendje gazeta do përmend shumë ai 2 prilli. Po, ishte data dje, po. Po, përmend shumë. Ta më thon, ka qenë ajo e famshme e Cezarit për çave sondo. Partia Demokratike nuk e dishim atëherë, se kemi dalë që atëherë kanë qenë gjatë 40 e sa vjeç, kemi dalë më rresht parë, por dishim jo se kush ishin ato PD-s. Për të sytë e bardha, zoti Bashkim. Partia Demokratike e morën vesh, jo atëherë, kam të them jam kompetent, atëherë se morën mas 2 vjetësh e morën vesh, sepse s'pa kanë ashuritin në zorën lafra të shesh. Partia Demokratike është krijuar zyrtar të Kombitetit Qendror. Dhe për të sytë e bardha ishte shenja dalluese, nuk prekeshin. Ajo e Shkodrës nuk ishte për të sytë bardha. Ato ishin tamam demokratë vërtet, për ne u eliminuan. Për këto nuk i ham morë, i kemi hongër atëherë. Edhe ajo këshimi që na kthyn ke ura, bulevard, që na kthyn ke ura me atë në Tan Cekën kry për të syje bardh, se do këshenos si Ceaușescu, për ne ato e kanë pushtetin halale. Edhe sot, ato drejtohen nga i dorë. Të janë gënjeshtrat, si Sali Berisha, si Edi-Rama, si ata janë bashkë. Ato rrezik, byroja politike, Komiteti Qendror ekziston. Jo me ata ato kanë tek. Po, zonësat e tyre. Ekziston. Shqipëria udhëhiqet nga Partia e Punës. Pse s'ma ndryshon njëri mendje, do thonë, me i dëgjues, ka 40, ky ka lesi parë. Jo, kjo është e vërteta, se ne i shohim me sy, i prekim me dorë gjithë gjonat. Shqipërinë e ka në dorë, ka e përfundova. Shqipërinë e ka në dorë Partia Punës. Ka harroj çdo njeri. Faleminderit, zoti Bashkim. Faleminderit që dhe ju sillni në mënyrë të drejtë për drejtë atë që mendoni. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Zoti Bashkim, mëngjes, vëlla. Mëngjes. Që na në kratra deri sot
nuk ka komanduar edhe nuk janë votuar këta që kanë 35 vjetë Shqipërinë. Këta janë partije punës që thot ky pari vesh puna si do që dhe tani gjën një shpaku. Tani ka zërë frika se i bushi vetë kutit. Edhe tani thonë do votoj 3 milion. Ku ka 3 milion shqiptarë, këtu janë 1 milion janë. Këta janë bashkja jenat e komunizmit, prandaj bashkë. I lutet shpakut. Ai numri 3 milion del sepse është regjistruar edhe diaspora, a? Mirë, po nuk voton njeri këtu, pse e ti populli që këta janë fëmijët e komitetit. Qartë, me kaq dëshpërim do shkojmë për të votuar në... I ke shpakut që i bëj veshit mirë, ta shpëtoj Shqipërinë shpaku. Me jepni një përgjigje, me kaq dëshpërim do shkojmë në ditën e votimit? Si thoni? Jo, tani këtu, këta i ka zë frika tani. Jenat e komunizmit se kanë 35 vjetë. Dhe qartë. Unë ju falenderoj që sjellni dhe ju mendimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Unë jam dakord me parafolësit se kjo partia socialiste është komuniste, kam thënë edhe pse. Deputetit që kanë nxjerrë Edi Rama për të votuar neve në 11 maj janë Sonila Qato, është e bia e kandidatit byros politike të Lambit dhe Prishtit. E bia e Lambit dhe Prishtit. A kandidati byros politike 30 vjetë. Pra, si do votoju për Sonila Qato? Që unë nuk votoj për të majtën për komunistët. Po, e vetë. E dyta, ministri Brendshëm është i Nipi Enver Hoxhës? Ja, jo Nipi, është në një fisë, me afërt është me Mosine Kokalarin. Ku që riri largët? Kur ka sqaruar këtë pyetje, ministri aktual ka thënë më afër jam me Mosine Kokalarin si fisë. Po, në qovë se ajo Kokolari që është në Amerike pranon që ka kushurit, dakord jam edhe unë, do të pranoj. Po se pranon ajo. Ajo ka thënë që është i Nipi. Kushuriri, po thëmë Nipi... Po nuk është Nipi, nuk është Nipi. E treta. Kë Brisida Gjikondi, është e mbesa e Teki Kolanesit edhe e mbesa e Florian Kolanesit krye kriminali i komunizmit. Pra, çfarë do t'i besojmë neve kësaj partije të Edi Ramës që ta votojmë? Po mirë, këto me auditime mund t'i bëni me veten dhe pastaj në heshtje të jeni votën tuaj. Jo, do ja bëj të qartë dhe popullit. E qartë. Të lutem shumë kam të drejtën time, më falë. Jo, keni të drejtën tuaj, por nuk kemi të drejtë të bëjmë fushat këtu, ë? Po sepse shiko çka krimi spontani. Për më tepër fushata fillon në datën 11 zyrtarisht. Atë do të shprej atjeu. Tani, po prandaj të mos ta kthejmë emisionin tonë një fushat të palëve të ndryshme, sepse pastaj do të vizojmë hapësirën e qytetarit, Unë e kuptoj që me afrimin e zgjedhjeve militantët do të jenë më të pranishëm, por të kemi çik më respekt për mendimin e qytetarëve, apo jo? Unë zotin Ali Madhin e vej kryeministër. Ashtë i persekutuar. Qartë. Po këto mund t'i thoni brenda grupimeve politike të cilët të përzgjedhin dhe përfaqësuesin. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes. Po? Nuk jo dëgjoj mirë. Çfarë thoni? Kjo që foli për para, e fjallë Kokolarin, atë e këva në koma gjallë. Ajo nuk është... Nuk në thonë pak më drejt për drejt me mendimin tuaj? Desha të them me fjallë pres pas bëjës dhe, dhe më thëmë pas të bërë një program kjo, në kohë që ka sa liberisë në aty, më thëmë që është kohë fuqë. Pra replikoni me forcen më pashme. Pa mirë, pa mos ta kthejmë tani në kështu në fushatë dhe thamë, qoftë për njërën apo tjetër në palë, dhe mos të kujtojmë se fitojmë dhe i gjithë madhe duke kthyer emisionin tonë në fushatë. Përkundrazi, duke pasur këtu mendimin e qytetarëve dhe jo të militantëve,
Dhe aq më tepër duke mos e kthyer në një replik me njëri tjetrin për çështje se për këtë do votojmë, ne kështu duke mos e bërë këtë gjë pra, ne i japim përmasën e dur këtij emisioni, i cili sjell këtu realitetet, i cili ngre problematika të rëndësishme, i cili na tregon se çfarë presim të dëgjojmë dhe të zgjidhet nëpërmjet të zgjedhjeve të 11 majit. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nderuar Bakim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Si jeni? A jeni mirë, përshëndet? Mirë, urdhroni. Jemi që të dim një mohë edhe ne nuk plakmi asnjëherë, sepse tek ne jeton energjia. Ne luftojmë për demokraci, ne jemi ata që respektojmë liria ime baror ku vazhdon e jotja. Po, sigurisht. Edhe për këtë të përgëzoj, edhe falenderoj për emisionin tuaj. Ka kohë që sa fal me ty, ja? Po, kam kohë për dëgjuar, po. Për mua i nderuar. Pasi presje. Po. Përqendron pak tek politika. Po, prap me politika, ne? Po, sigurisht, pa janë gjithë anomali, kuptohet dhe tani ka afrojnë zgjedhjet, qytetarët diskutojnë shumë për politikën dhe në mënyrë të natyrshme vjen kjo atmosferë dhe këto në emisionin tonë. Urdhroni. Po, pa tjetër të bëfi se gjitha këto gjulludit, kjo na i sjell politika pra, me mashtrime me gjithë shka tjetër. Po. Tani këtu vazhdojnë premtimet. Po. Unë nuk e di, unë nuk them jam demokrat apo socialist, apo unë jam me ndërgjegjen time edhe ka si pas ndërgjegjes e logjikës time, jo me inate personale apo diçka tjetër. Po. Tani, çfarë morali ka Edi Rama që të kërkojë pas 3 mandatesh një mandat të katërt? Ka moral kjo parti? Kanë morale të kandidatë që dalë japën premtime? Ku e gjenë moralin këta? Ku e gjenë atë moral këta që dalë në bëjtë fa? Përse të mos marrin pjesë në zgjedhje dhe të sjellin alternativën e tyre? Përse mendoni? Alternativa e tyre i nderuar, që t'jemi sinqert, u do t'jemi sinqert me vetën paktën. Premtimet e fufatës 2013 të Edi Ramës i ka dhënë gjithë ato premtime, e vjen dëshmitarën të kësaj, që asnjë nuk u realizu. Bashkë më keq akoma, që ky sa u do mbaj përgjegjësi për çdo, nëse nuk bëj legalizime të fala se përgjegjësia Qartë. Unë kuptoj që ju meditoni me vete tani në prag të fushatës, duke sjell përballë premtimet dhe realizimet. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë që çdo njeri duhet ta bëjë me veten e tij përpara se sa të hedhë votën dhe pastaj të bëjë zgjedhjen e dur. Unë ju falenderoj që sillni këtu mendimet tuaja, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Ne kemi edhe pak minuta në dispozicion për zërin e qytetarëve. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashki. Mirëmëngjes. Si u grive, mirje? Mirë, urdhroni. O, zoti Bashki. Po? Vetëm nuk do ma mbyllësh telefonin, se ma ke mbyll një dyherë, unë kam respektin më të madh. Unë nuk e mbyll telefonin përveç se kur kam mbaruar biseda. Dëgjo me zëmënje. Do më japësh një shpjegim. Pse këto dy partitë e mëdha, PD-ja dhe PS-ja, i kanë bërë lista të mbyllura? Çfarë kuptimi ka kjo? Si, dhe njerëz çfarë kuptimi ka që kanë bërë çfarë? PD-ja dhe PS-ja bashkë kanë bërë lista të mbyllura. Që duhesh e Sali Berishës, Edi Paloka, Flamur Noka, Josefina Topalli. Ky është i muhabet tashmë i vendosur prej kohës për partive. Ore, po pse? Jemi të vonuar tani. Qa janë të zgjedhje? A është drejt kjo? Jemi të vonuar që të bëjmë diskutime për vendimet e marra, apo jo? A është drejt kjo, mos vlla? Ju si mendoni? Unë them kjo është zero me dish, nuk është drejt. Po në rregull, mendimi juaj dhe unë ju falenderoj që e sillni këtu. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirë Bashkim. Mirëmëngjes. Mirë Bashkim. Urdhroni. Dëgjova të Tepelena patriotin tim në Tepelena. Po? Dëgjova patriotin tim në Tepelena. Po flisni. A njerin që tjetë, aja është një njerin që nderon Tepelena, që jetu pron Tepelena. Tani, po mos o merrni me njëri tjetrin, ju lutem. Po jam edhe unë të Tepelena, ja do të them jam në grava, ta dinja i. Po mirë, ju mund të keni mendimin tuaj, fakti që ka një mendim të ndryshëm nga ju nuk e bën që të turpëroj gjithë zonën, apo jo?
Në Tepelen ka njerëz që kanë mendime të ndryshme, kanë analiza të ndryshme, jetojnë të njëjtin realitet, por në mënyra të ndryshme, apo jo? Prandaj, le të mësojmë një minutë. S'ka gjë, po në qoftë se s'keni gjë tjetër, po e mbyll këtu bisedën tuaj, por në të kohë në analizoj që duhet të mësojmë dhe ta dëgjojmë njëri tjetrin edhe kur tjetri mendon ndryshe nga ne. Dhe pastaj nuk është gjë e madhe, nuk është një gjë hata e madhe, nuk është turp që tjetri të mendojë ndryshe nga ne. Nuk është e thënë që ai mendimi që kemi ne, zgjedhja që bëjmë ne tjetë zgjedhja e duhur për të gjithë, secili bën zgjedhjen e tij, dhe aq më tepër kur jemi në prag votimesh, kur kemi mundësinë që të shprehemi me votën tonë për secili do të na qeverisi ose të kalojë në opozitë. Urdhroni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Marrë shkas nga këto programet që shfaqin partit politike, po. Ta e kanë për të na mbushur xhepat apo për të na mbushur mendjen? Ata kanë që ne të krijojmë besimin për kujt do të japim votën. Se ne kemi provuar për 34 vjet, po janë 34 vjet, se në 97-ën u shkatrua shteti fare. Po i kemi provuar dhe premtimet e këtyre, ta kanë vetëm i qëllim, na mbushin mendjen. Po, zakonisht fushata këtë ka për qëllim që të na bindi të krijojmë besimin kujt do të japim votën, ë? Po pikërisht po thënë se dale një sekond, më lërë të flasë tani. Flisni pra. Edhe. Njeri është doktor, a i ka mbaruar për psikologjin. A i e shfaq psikologjin të mbushin mendin me anë psikologjisë. Këtë tjetëri është artist me anë të filozofisë. Tani ne shqiptarët, a kemi qenë tu në Shqipëri. Qa i ka ndodhur kësi bëndi? A mbarë me ta që vajti shteti, vajti sa morën bandat, nuk ishte as policia, as ushtri. Një falenderim të më veçantë do të kishte vetëm për atë djalin e ri që vajti atje që kryeministër Bashkim Fino. Qartë. Që e ndërtoi dhe njëherë Shqipërinë nga para. Qartë, tani të vëmë një pikë bisede se na kaloi koha. Tani biseda është kjo. Unë kam veshur njëherë një xhaket dhe kam hangur dajakun për të. Po nuk e kthehem më unë të vesh xhaketën atje se do më qeshin të tjerë. Qartë, pra nuk po ju krijon bindje as për programeve të partive politike, thoni. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj, vjen në mënyrë të natyrshme atmosfera parazgjedhore këtu në emisionin ton, siç bëhet me bisedat midis qytetarëve në mënyrë të lirë në ambiente të tjera. Tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell shkrimet, mbyllja e TikTok, dialogu me kompaninë për akses, kushtet e qeverisë. Kryeministri Edi Rama këmbgul që ka marrë vendimin e duhur për mbylljen e TikTokut pas konsultimit edhe me mësues dhe nxënës. Ndërkohë, bëri me dje se është në pritje të propozimeve TikTokut për rritjen e sigurisë në këtë aplikacion. Nga Shëmpavli e Noli te Mojsiu Anastas dhe pasuesi Pelushi, rrugëtimi gjatë i ortodoksisë shqiptare. SPAK prangosi zyrtarët e lartë. Krimit i konfiskoi pasuri do përballë me presionet. Detajet e raportit. Raporti i prokurorisë për 2024-ën. 3 grupe të fuqishme kriminale në Tiranë. Të rrezikshmit strehohen në Dubai. Policia nuk referon çështje. Nga Edmond Panariti botohet opinioni të pengosh kthesën politike është si të mbash Shqipërinë peng. Nga Alda Bardhyli, Europa dhe libri në Leipzig. Nga Edison Ypi, nga Ijet te Kërthiza. Çifti pretendon se i morën fëmijën para 40 vitesh. Emisioni Takfak publikon historinë në Tiranë. Importet mbysin prodhimin vendas. Bira e huaj 62% të tregut më 2024-ën. Piktori Pashk Përvathi dhe magjia e peizazhit bregdetar shqiptar vjen përmes një portreti nga Olsen Gripshi në faqet e gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Shqipëria në kthetrat e pastrimit të parave, shpërdorimit të fondeve dhe përgjimeve. Raporti vjetor i SPAK-ut zbar skemat e pastrimit parave, bandat dhe zyrtarët e korruptuar që kamuflojnë eurot e pista në Shqipëri.
Politika më e mirë për mua është dashuria për atë dheun. Flet për gazetën Telegraf, nderi kombit, Margarita Xhepa. Në këtë 91 vjetor ndihem borxhli e gjithë popullit shqiptar që më ka duar trokitur dhe më ka dhënë forcë edhe në ditët më të vështira, citohet artistja e madhe në faqen e parë të gazetës Telegraf. Një opinion nga Frank Shkreli titullohet Në kujtim të 4 dëshmorëve të lirisë të 2 prillit. Nga Rushan Dosti, gjysmë viti në Stamboll, gjysmë në Berat. Vendimi i gjykatës kundër krimit organizuar regjistroni kallëzimin penal ndaj ish-ministrit Xhaçka dhe Gaçit. A fshihet politikani italian pas investimit? Kryeministri Rama, brenda kësaj dekade, paga mesatare mësuesve 1.250 euro. Janë ndërtuar 450 shkolla, po ndërtohen 40 të reja. Opozita, Belin Këlliçi, është koha për njëshin në fletën e votimit dhe në politik. Është koha që rinis t'i ofrohet punësimi dhe promovimi. Varfëria ulet këmbkryq. Shifrat alarmante të skamjes së qytetarëve tregojnë se 950.000 shqiptarë kanë 0 lek në banka. Parati zotrojnë 5.2% të pushtetarëve dhe oligarkëve. Andrea Petromilo, përse kërkon votën zotri? Bishat bëjnë kërdin, çobani kërkon gjurmët që drejtësia i mban në sirtar. Janë në tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, SPAK u i tëftot policisë së shtetit në raportin vjetor. Zgjedhjet parlamentare 2025, 3.7 milion shqiptar me të drejtë vote, 2.3 milion ishin në 2021. Trembet Basha largon simbolet e Partisë Demokratike nga Selia pas padis në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga Edison Ypi botohet reportazhi nga hijet te kërthiza. Trump dhe Musk kanë hyrë në epokën e kapitalizmit kataklizëm. Janë në shkrime që vinë në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, ngjarje rënd në SPAK, hakerohet sistemi IT-s, me rendosjet e 3 prokurorëve. Arrestohen 2 ish zyrtar, gazetarja, sulmi vinte nga një kull në qendër të Tiranës. Përvjetori i krimit, a e dinte Ramiz Alia të vërtetën për vrasjet e 2 prillit në Shkodër? Pse u janë qepur të gjithë pensionistëve në këtë fushat elektorale, është një pikpyetje që ngrihet në një titull tjetër në faqen e parë të gazetës Dita. Përse nuk besohen më premtimet për rritjet pensioneve me përqindje apo me shifra në hava. Të moshuarit dominojnë popullsinë. Raporti i varfërisë ndaj të rinjve, i varësisë ndaj të rinjve arrin 30.4%. Si po cënohen pensionet nga emigrimi dhe plakja. Konfliktet absurde të partive të vogla mes tyre vinë me një koment në rubrikën fushata elektorale. Abuzime me fondet e Bashkimit Evropian. Në SPAK çon në gjyq Ilir Beqen me 6 akuza, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, Kurti nis bisedimet me pakicat për qeverinë e re. Nga Etem Çeku botohet opinioni pasuria e Linjitit, shtylla e sigurisë energjetike të Kosovës. Kosova dhe Britania pajtohen për një marrëveshje të përbashkët në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë. Misetiq, provat e speciales kundër Hashim Thaçit janë të dobta. Jam optimist dhe duhet kemi akt gjykimin sa më shpejt. Janë tituj që vinë në faqen e gazetës Epoka e Re. Gazeta Sport, Panorama Sport, UEFA, flamuri parë i Kosovës në Beograd. Tabuja thyet, në mes të Serbisë valvitës simboli Dardanëve. Në gazetën Panorama Sport vinë parashikimet e ndeshjeve të sotme. Vinë gjithashtu dhe mjaft informacione të rëndësishme nga ndeshjet dhe nga ndeshjet e pritshme. Kemi përfunduar kështu me informacionet e këtij mëngjesi nëpërmjet titujve të faqeve të para të disa prej gazetave dhe portaleve online, por dhe me zërat e qytetarëve në mëngjesin e ditës së sotme, të cilat dëshmojnë atmosferën me të cilën fillojnë qytetarët një ditë të re. Këtu përfundojmë emisionin për sot dhe do takohemi sërish nesër. Bashkë, mirupafshim.